Për shumë familje kurbinase, por jo vetëm, zgjidhja e vetme për të konsumuar ujë të pishëm pa probleme është burimi në vendin e quajtur Vablim, në Shkopet. Gjatë gjithë vitit, por sidomos në këto ditë të nxehta vere, 10 automjete ndalojnë pranë këtij burimi për të mbushur ujë për konsum. Ata që kanë ardhur nga Kurbinja apo zona të tjera deklarojnë se uji i rritit atje është i pakonsumueshëm, ndaj të detyruar të udhëtojnë 10 kilometra për të mbushur ujë në këtë burim. Sipas tyre, radha gjatë këtyre ditëve nis që në 8 të mëngjesit e të paktën deri në orën 14:00, ku me 10 qytetarë vinë me automjetet e tyre për të siguruar ujin për konsumin e përditshëm. Që mushim ujë vetëm marrën 5 mesit deri në 2 mazitës të ka rradh. Çdo ditë zgjodhen se ka rradh. Uji i pishëm laça dobët, nuk pihet, vetëm me lava kaç. Gaz vjen me mushim ujë, gaz vjen me mushim ujë ndaj ka rradh. Ja kur vjen fluar, ja shitse fluar. Ja para se dy. Me rastë dy. Burimi i ujit në vendin e quajtur Vablim në Shkopet ka qenë historikisht një pikë ndalese jo vetëm për udhëtarët, por edhe për qytetarë të shumë të cilët shkojnë për të siguruar ujin për familjen e tyre apo për bizneset.